Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante që kanë ndodhur në shtëpi. Do të flasim, do të ndalem tek Gjesti, ndoshta shumë të tjerë mund të thotë që e bëni për klikime, jo, nuk e bëjmë për klikime, por është personazhi, banori i cili po bën dinamika dhe po bën strategji të forta në atë shtëpi. Ai po mundohet që të sjell dinamika, ai po mundohet të krijojë situata dhe këtë gjë ka bërë. Gjesti natën e mbrëmshme pas përfundimit të festës së Jozit, ai e ka kthyer krevatin në formë shumë interesante, që t'i ketë të gjithë banorët në sy, t'i ketë të gjithë banorët ballë dhe po komentonte, po debatonte me Olën. Olës mundoheshte që t'ia thoshte gjërat në sy, Olës mundoheshte që t'i thonte komentime të ndryshme dhe ja tha. Gjesti komentoi me të, duke i thënë që ti Kismet Zotit të martën hec. Ola e përjetoi shumë keq nominimin dhe normalisht që Ola do del sepse është një nga banoret më të rrezikuara më në këtë nominim. Është e vetmja banore që rrezikon pafund në këtë nominim dhe Ola pritet të martën që të largohet nga shtëpia. Ola u acarua shumë duke vazhduar t'i përmendën Gjestit historitë së kaluarës. Ti i sjell vajzat në shtëpi dhe i maltreton, ti i sjell vajzat në shtëpi dhe i denigron dhe gjëra të këtilla. Çuditërisht nuk është transmetuar një video ku Gjesti dhe Ola po tërheqin njëri tjetrin, në fakt Gjesti ka tërhequr Olën zvarr me një shtek të rrymës, domethënë kështu nga ato shtekat të gjatë që janë. E ka tërhequr zvarr dhe nuk e di pse nuk e transmetojnë këtë videon për të kuptuar se çfarë realisht po ndodhen mes këtyre të dyve. Një dozë të urrejtjes dhe të inatit, me thënë drejtën nga ana e Gjestit nuk po shoh, po një dozë të urrejtjes edhe të inatit nga ana e Olës po e shoh dhe dua të kuptoj detajin se çfarë konkretisht po ndodhen mes Gjestit edhe mes Olës. Ola në mënyrën e saj më të mirë të mundshme mundua që të tregoj situatën, por siç duket mbrëm doli krejtësisht nga kontrolli dhe Gjesti e ka këtë veçantin që i nxjerrën banorët nga kontrolli. Urrejtja mes Olës edhe Gjestit ka vazhduar që me Viserlon. Viserlo tha që Gjesti do jetë një banor i cili po ma shpif në fakt dhe nuk do të jetë fitues, nuk do të jetë i rregullt dhe gjëra të këtilla. Do me thënë, ai foli fjalët më urrejtëse ndaj Gjestit dhe kjo vazhdon do me thënë të jetë një debat i cili ka filluar mes Olës, Viserlos edhe Gjestit. Siç duket, banorët në momentin që largohen nga shtëpia, në momentin e parë thon fjalën për Gjestin, pastaj kthehen në fansat të tij, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë hyrjen e Olës për zënka me Gjestin, e cila mundohej që të nxjerrë të paktën një anë të keqe të Gjestit që nuk arrin dot ta bëjnë.